Rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Rahovesit 0-29 dhe Go Plus 5-44-41 pas 20 minutave të para. Një pjesë e parë pra goxha e niveluar me Rahovicin që po shkëputej lehtë përsia më e thellë e vërshtarëve, shkoi edhe deri në +6, në anën tjetër e përsia më e thellë e PES ishte deri në +3, më i dalluari dhe ai cili me të vërtetë po tregon lojë shumë të mirë sonte tek Rahovesi 0-29, Fisnik Rugova me 15 pikë e 7 kërcime e po ndihmohet edhe nga Aizia Umipik me pikë identike. Edhe ai ka 15 pikë dhe pikërisht fal treshëve të tij Rahoveci e mbylli pjesën e parë me ebërsi. Ishin ato 2 treshe të Ekspresit të Umipik që i dhanë avantazhin vendasve pas 20 minutave të para. Në anën tjetër tek PEA i vetmi me pikë shifrore është Dardan Berisha që i ka realizuar 14, sa është me njerë vjen tentimi nga Roshin, nuk është i sakt, ndërsa Rugova edhe njëherë pranë 2 lojtarëve të PEA se mori kërcimin. Umipik tek Rugova ka presionin, sa është faul ndaj Fisnik Rugovës. Fletton është ai që ka shkaktuar personale. Umipik e rikthen topin e lojë tek Pullian. Edhe Pullian po luan me pikë dyshifrore pas pjesës së parë, 10 pikë i ka shtuar. Bardh Rexha do gjuan për 3, nuk është i sakt, edhe një tjetër kërcim në sulm i skuadrës së Rahovecit. Pullian, Roshe, Pullian do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit. Në kohë e kthen ata Roshe tek Pullian +6 edhe një herë Rahoveci. 47-41. Fletton. Përkohet Dardan Berisha, do gjuan për 3 për të përgjigjur, nuk qëllon. Vazhdon sulmi i skuadrës së PES, ishte Green ai që mori kërcimin. Green deri në fund ndaljet me faul nga Bardh Rexha. Do tjetë në vjen në gjuajtje së lirë. Ne shojmë edhe njëherë lojën 1-1 të Green. Katër pikë sonde i ka realizuar Green, 2 herë gaboj nga vija e gjuajtjes së lirë. Nuk e qëlloi asnjërin, ishte vetëm në këtë rast në vjen e gjuajtjes së lirë. As kësaj radhe nuk qëllon në tentimin e parë. 3-0 është Green nga vija e gjuajtjes së lirë. As të dytën nuk e qëllon. 4-0 nga vija e gjuajtjes së lirë është Green. 47-41 mbetet rezultati. Rugova pa presionin, humb topin, Fletton i vëmendshëm. Berisha do gjuan edhe një herë i sakt. Kapiteni me pikën e tij të 17, treshën e tij të tretë sonte. Umipik tek Roshe. Ja kthen edhe një topin Umipikut. Pullian do gjuan për 3 pikë. Nuk qëllon. Topi përfundon në duart e Johnson. Niset shpejt në kundër sulm. Ndalet gjithsesi. 1-1 me Roshen. Kthen disia top tek Fletton që do gjuan për 3, nuk është i sakt. Green lufton, topi edhe një në duart e Jordan Johnson. Fletton deri në fund realizon
27-26, shpejt përgjigjet Peja me seri prej 5-0 për të shkrirë edhe njerë në një avantajin e vendasve. Umipik afër ti Sab Malja, nuk i lejohet aty dëvërtimi. Pullian dëgjuan në sekundat e fundit. Pullian nga çfarë pozite realizoi në anën tjetër. Jordan Johnson në mesin e dy lojtarëve bllokohet. Nisën shpejt në kundërsulm vendasit. Pullian në flak edhe një herë i sakt. Fenomenal në këto qaste. Kentrell Pullian 52-26 u afrua Peja në vetëm një. Megjithatë Kentrell Pullian shpejt i realizoi 5 pikë për 52-26 kur janë edhe 7 minuta, ka kaluar 3 minuta dhe para të pjesës së dytë. Shohim si do të përgjigjen tani mysafirët pas këtij time-outi. Kthehemi pas pak. Në duart e Jordan Johnson. Berisha debaton deri në fund, nuk është i sakt. Pullian, Regja, Umipik, lëvizje bukur mashtruese do të gjuan, por nuk është i sakt. Topi në duart e Bardh Regjës që qëllon në kosh. 54-26. Kjo është edhe epërsia më e thellë e Rahovicit sonte. Heziton të e përfundon dëbërtimin Jordan Johnson, e kthen topin prapa Musab Malja. Topin mbrojtje e mire Bardh Regjës. Nuk është në disponimin më të mirë sonte Musab Malja. She 1-1 me Green, dalet me personale. Përgatitet të kthehet në lojë edhe Arti Hajdari në vend të Musab Maljës. Tash sonte vetëm 2 pikë të tij. Pikët cilat i ka realizuar nga vija e gjuajtjes së lirë. Sa vetëm një herë ka tentuar sonte Musab Malja. Qëllon në tentimin e parë. Pika e tretë e tij. Më i heshtur se zakonisht Julian Roshe që nga ardhja e tij luan me mesatare prej 16.4 pikëve, 9.6 kërcimeve për ndeshje. 8 kërcime tashmë i ka marrë Jordan Johnson. Arti Hajdari. Debërton Hajdari, nuk është i sakt. Edwards blokohet nga Bardh Regja. Regja. Edhe njerë Pullian. Umipik. Kentrell Pullian. Do të gjuan për 3 pikë. Edhe një herë i sakt Kentrell Pullian. Treshja e ti e 58-26. Momentumi i ploti Rahovicit 0-29.
shpërtheu në këtë qaste. Kentrell Pullian, Arti Hajdari për të përgjigjur, nuk është i sakt topi në duarte. Fisnik Rrugovës që kërkon të ndalet gjithçka. Epërsia e parë, 2 shifrore sonte, 58-46. Kentrell Pullian, ju kësaj radhe, por Roshenën Kash shini luftën e ti në mes të 2 lojtarëve, e merr kërcimin, realizon 60-46. Me plot merit, Rahovici ka krijuar tashmë epërsin, po dominon në këtë çerek të tretë. Ka faul të Rrugovës. Edwards është në vjen e gjuajtjes së lirë. 8 pikë ka qëlluar sonte Edwards, që ka marrë dhe 6 kërcime, 2-2 nga vjen e gjuajtjes së lirë. Me vërtet fenomenal Kentrell Pullian, 21 pikë të tij. 11 pikë vetëm në këtë çerek. Edwards e qëllon tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. I saktë edhe në të dytën, 16-7 në çerekun e tretë. 4 minuta e 17 sekonda deri në përfundim të këtij 10 minutëshi. Do të gjuan për 3 pikë dhe Fisnik Rrugova, edhe ai qëllon. Rebesh I tresheve në Mizair Isma, të pandalshëm vendasit. Shini edhe mbrojtjen e Pullian tashmë ndaj Jordan Johnson, që do të shkon deri në fund, realizon, nuk kishte asnjë nga bashkëtar të lirë. Presion po I bëj në mbrojtje pejanëve. Umipeg. Rrugova edhe një herë do gjuan Fisnik Rrugova. Kësaj radhe nuk është I sakt. Mbeti 63-50. Sim plotësisht I gabuar I Johnson. Topi përfundon jashtë. Flatton do të kthehet në lojë. Edhe Musa Mala do të ulet për të pushuar Dardan Berisha, që është me I dalluari me 17 pikë të realizuara tashmë. Me pikë gjyshifrore po luan edhe Edwards. Djecësh. Faul I Musab Malës ndaj Umipeg. Shohim edhe një herë presionin në mbrojtje të Malës. Pullian. Tepërtim perfekt, por blokada edhe më perfekte e Herndon. Nuk I lejon pikë të lehta aty. Kentrell Pullian që debërtoi bukur. Shohim edhe një lëvizjen e tij, por nuk ka pikë për të. Ndaj gjithçka Herndon, ndërsa tashmë edhe një timeout e ndal këtë përballje. 3 minuta e 1 sekond deri në përfundim të çerekut të tretë. Kush përtheu? Rahovici 0-29, 19-9 rezultati në këtë çerek. Fal të resheve definitivisht. E rikthehemi pas pak me minutat e mbetura. Bart Rexha rikthen topin e lojë tek Rrugova, nuk pati kohë për diçka
më tepër airball i tij. Mundësi për Peën që të shkrien edhe më tepër ebërsinë e vendasve. Deri në plus 15 shkoj ebërsia, ndërsa Herndon me ngulitje e përfundon aksionin. Shohim edhe njerë asistim i miri Musab Malës. Sa vin pikët e radhës të Herndon. Roshe, bukur deri në fund. Julian Roshe, pika e tij e 7. Herndon, të topin tek Fletton. Gjuan për 3 pikë, realizon Fletton për 3. Trishja e 2 të tij dhe pika e 8 shkrihet në 10 avantazhi. Pullian, ndjekur nga Hajdari. Faloj me këmbë. Topit i vazhdon të takojnë skuadrës Rahovecit. Pullian do të gjuan edhe një herë, nuk është i sakt. Herndon ishte më i lartë në kërcim. Fletton, Edwards, i cili me ngulitje e përfundon aksionin për të shkrire ebërsinë në një shifrure 65-57. Nuk i lejon më Pea shkëputje në vendasve, e shkrien avantazhin 1 minutë e 50 sekunda pa përfunduar çereku i tretë. Me një timeout ka kërkuar Bujar Loci, rikthehemi pas pak. Pra më pak se 2 minuta deri në përfundim të çerekut të ri, po i shohim edhe pikët. Pullian me 21 sash. Bukur lëviz ky top tek skuadra e Rahovecit, por nuk ka trishe. Sheni luftën e bardhë Regjës. Herndon nuk ka rritë të marrë kërcimin aty dhe shkakton edhe faul. Pullian e rikthen topin e lojtë e Krugova. Omi Pig. Pullian. Gjuan për 3. Edhe Roshe. Edhe ai qëllon për 3 pikë. 10 pikë të ti, tentimi i parë për 3, realizimi i parë në anën tjetër nuk ka pikë nga Musab Mala. Herndon kërcen. Duket që ka mbetur i lënduar Herndon. E shohim edhe një herë momentin. Herndon tek Edwards. Ka gabuar në hapa Fletton. Top tjetër i humbur i Pejanëve. Topi i 9 sonte i humbur. Në anën tjetër 7 topa i kanë humbur vendasit. 1 minutë lojë deri në përfundim të çerekut të tretë. 68-57.
Rugova edhe një herë dëgjuan për 3, nuk është i sakt topin duart e Fletën. Musab Mala. Edhe te Mala i ndjekur nga Umi Pig. Edwards. Mesin e 3 lojtarëve, humba top nga trohet. Faul në anën tjetër ka shkaktuar Green. E ndalë kundër sulmin. Shojmë edhe njerë momentin kur unë nga trua fillimisht Edwards e më pas personaljen e Green. Tashmë në bonus është skuadra e Pejës. 2 lira do t'jenë për më meritorin për këtë avantazh të Rahovecit 0-29. Pika 22. Hirar Parshë është në vjen e gjuajtjes së lirë Qëllan. Ka shtuar edhe 5 asistime pas 22 pikëve të tij, 9-5 për 3 sonte. Kentrell Pullion. Qëllan 70-57. Mala. Edhe te Musab Mala. Fletën. Gjua nga gjysmë distanca, nuk është i sakt. Topi do t'i takon. Rahovecit e shpëtoi kapiteni. 1.3 deri në fund. Rugova do t'gjuan lartë për të qëlluar. 70-57 pas 30 minutave loj. Shpërthimi Rahovecit 0-29 të udhëhequr nga Kentrell Pullion, 23 pikë të tij. 26-16 në këtë qerek ku Rahovecit krijoi edhe përsi deri në plus 15. 10 minutë i fundit starton me përsi prej 13 pikëve të vendase. Shojma do të ketë forcë Peja të rikthehet, apo Rahovecit do të mposhtë edhe një tjetër skuadër nga kreu i tabelës. Rikthehemi pas pak me 10 minutë vendimtar. Startojnë edhe 10 minutat e fundit për ballis ndërmjet Rahovecit dhe Grupios Pejës. Edwards nuk qëllan. Umi Pig. Indiman aty Roshe, edhe te Umi Pig.
Rugova, Pullian, faul i Arti Hajdarit. Pullian e qenë dëbërtimin, por blokohet pasër nga Edwards. Musab Mala nuk qëllon për 3 edhe njerë. Bardregja në vendin e dur kapiteni, edhe pse i ka realizuar vetëm 2 pikë, mjaft i angazhuar në ato punët që nuk shihen në fush. Edhe njeri sakt, Roshi, 12 pikë të ti. 72-57. Mbrojtje e mirë tashmë e Rugovës. Pullian nuk qëllon për 3. Jordan Johnson do të ndalet me faul nga Umi Pig, nuk i lejon dëbërtimin zgjat me një dorën. Do të zëvendësohet Edwards, Herndon kthehet në lojë. Hajdari. Johnson. Gjuan për 3, Jordan Johnson. Nuk është i sakt. Bardregja me kërcimin e tij të 6. Umi Pig. Roche, Pullian. Edhe njerë do Gjuan. Nuk arriti të realizon, vazhdon të jetë topi në duart e vendasve. Bardregja nuk qëllon. Herndon e merr atë. Fletton. Tek Herndon. Gjuan pranë Roche, nuk është i sakt. 72-57. Umi Pig. Deri në fund realizon Aizia Umi Pig. Po vazhdojnë me lojë të mirë, spektakël vendasit edhe në çerekun e 4. 74-57. Edhe më tepër shkëputën në rezultat. Time out pas këtij realizimi të Umi Pig. Shohim si do të përgjigjet Peja tani. Rikthehemi pas pak. Mala. Faul i Pullian. Fletton. Gjuan për 3. Është i sakt. Teksa edhe një herë Visnik Rugova më i lartë në kërcim.
Tjetër faulli Musab Malës. Pullian. Kova do të dëgjuan për 3. Sa i radhe ju, gjithsesi 4-3 i ka qëlluar sonte Fisnik Rugova. Rukje mirë e Bardh Regjës. E përmenda edhe më herët mjaft luftara kapiteni sonte. Teksa vjen ndërtimi, nuk qëlloj Umi Pig, Hendon. Arrin të e ruan në top. Faul i Regjës. Nuk ka pikë të leta në kundërsojnë për Pejanët. Do të kthehet në lojë Dardan Berisha, që edhe më tej vazhdon të jetë më i miri tek Goblus Beja me 17 pikë. Gjithsesi, sot nuk e pati ndihmën, paktën deri më tani, nga bashkëlojtarët. Vetëm Edward si qëlloj 12 pikë, sa vjen ndërtimi i Arti Hajdarit. Do t'jetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë pas këtij realizimit. Qëllon Hajdari edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. Pullian. Bukur lëviz, shkandi në fund nuk arriti të realizon. Lufton Hendon për atop. Për atop të disputueshëm. Umi Pig e kthen topin tek Pullian. Rugova në ka presionin e Fletën, cili shkakton faul. Personalja e dytë e Fletën. Rugova shkon deri në fund për ta realizuar edhe pikën e tij të 20 pikë e 10 kërcime teksa Fletën shënon duke përmirësuar veten. 76-62, po i afrohemi 5 minutave të fundit të kësaj përballjeje. Vjen ndërtimi i Pullian, nuk realizon, por nuk ka problem. Është aty Fisnik Rugova me pikën e 22 të kërcimin e 11 i 4 në sulmi ti. Arti Hajdari në anën tjetër bukur debërton deri në fund. Për 78-64. Pika e 5 të Arti Hajdarit, që ka marrë dhe 3 kërcime. Umi Pig. Rugova. She. Blokohet nga Hendon. Topi do të takon në skuadrës së Pejës. 4 minuta e 24 sekunda janë deri në përfundim të kësaj përballjeje.
Berisha. Pen topin Herndon tek Dardan Berisha. Fletën. Faul nga Fisnik Rugova. Nuk është i sakt Fletën në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Në të dytën shënon Edwards do të kthehet në lojë tek Optios-Pea. Ulet Johnson 78-65. Umipig. Nuk shkon pasimi i Aizia Umipig. Janë 3.5 sekonda deri në përfundim të këtij aksioni. Albin Berisha do të gjuan airball i tij. Dardan Berisha. Edwards, Arti Ajdari për 3. Nuk është i sakt. Topi në duart e Albin Berishës. Aizia Umipig. Me sojnë të zgjatur, normalisht e ka nevërsin dhe komoditetin. Shetek Pullian. Rugova gjuan në sekundat e fundit të aksionit, nuk është i sakt. Shini presionin Albin Berishës. Ka faul mjafti nervozuar trajneri Bujar Ljoci. Shohim komunikimin e trajnerit Gibson me gjyqtarin Uglari. Do të kemi rishikimin e rastit. E rishikuan edhe njerë rastin dyshja e gjyqtarëve. Duke që trajneri Gibson kërkoi që të rishikohet edhe njëherë nëse pati faul jo sportiv. Gjithsesi nuk pati faul jo sportiv. Do t'jetë Herndon në vijën e gjuajtjes së lirë, 6 pikë sonte, 2-2 nga vija e gjuajtjes së lirë. Ka marrë 10 kërcime, nuk e qëllon gjuajtjen e lirë, 18-10 në tërsi skuadra e Pejës nga të lirat. 8 herë kanë huqur. E 9 është kjo. Lufton Edwards, por nuk arriti të mban brenda vijave topin. Umipig. Kaloj me këm nga Herndon.
Rugova tek Umipig. Snek Rugova. Albin Berisha. Dëgjuan Fisnik Rugova edhe një herë për 3 pikë. 25 pikë, 11 kërcime. Ka kundër gjatë që nuk ka pasur kësi lloj paraqitjeje Fisnik Rugova. Në anën tjetër deri në fund Dardan Berisha e realizon pikën e 19 të tij. 2 minuta e 9 sekonda deri në fund. 81-67, një pjesë e dytë fenomenale e Rahovecit 0-29. Albin Berisha. Nga gjysmë distanca nuk është i sakt. Dardan Berisha tek Arti Hajdari. Nuk arrin ta pranon topin Edwards. Dajgjës shka Pullian. 1 minutë e gjysmë deri në përfundim 81-67. Edhe një Rugova nuk qëllon, por marrin edhe njerë topin vendasit për të vazhduar sulmin. Pullian blokohet nga Herndon në tentim për 3 pikë. Do ta gjenë gjithsesi depërtimin. Arrin në sekundën e fundit të realizon definitivisht pjesa e dytë takoi Rahovecit 0-29. Edwards ka faul. Në vjen e gjojtës së lirës Edwards. Asaj nuk arrin të shënon. Të dytën e realizon, pika e 13 e tij. Pullian tek Rugova. Albin Berisha. Ton për 3 nuk është i sakt. Dardan Berisha do të gjuan për 3 pikë, realizon kapiteni. 22 pikë të Dardan Berishës, por sonte nuk po i mjafton Go Plus Peos. Pasi pas humbjes nga Bora tashmë, Go Plus Pea do të pëson edhe nga Rahoveci. Do të kemi tentim për 3 nga Iriu Haxhi Murati, nuk arriti të realizon. Dardan Berisha e ka topin, do të ndalen dhe Rahoveci do të arrin të marrë fitore në një ndeshje të cilën e dominoi në pjesën e dytë, krijoi përsi prej 17 pikëve dhe nuk i dha hapësirë Peos që të bën diçka më tepër në pjesën e dytë. Loj fantastike e dyshës Pullian e Rugova. Kentrell Pullian ishte ai që shpërtheu në çerekun e tretë dhe i dha avantazhin vendasve. 25 pikë të tij, 5 treshe, 25 pikë ardhën edhe nga Fisnik Rugova, i cili gjithashtu i ka realizuar 5 treshe, por ka kompletuar double-double me edhe 11 kërcime. Double-double shtoi edhe Julian Roche, 12 pikë, 11 kërcime, teksa 17 pikë tjera i realizoi Aizia Umipig. Në anën tjetër tek Pea, më i dalluar ishte Dardan Berisha me 22 pikë, ndërsa 13 pikë e 10 kërcime i shtoi Edwards, e 11 pikë tjera i realizoi edhe Fletton, megjithatë nuk mjaftuan për fituren e pejanëve.
pak qase do t'jemi edhe me intervistat.